Nuk po dalin andej nga shkojnë çdo ditë në shtëpi. Fëmijët e shkollës Fai Konica në Prishtinë po largohen nga kjo dalje për shkak të protestës që po zhvillohet pranë shkollës së tyre. E kjo gjë i ka shqetësuar edhe prindërit. Shpirti mu ka të hëndhimin të atëri, që kur ditën e borë se pomë, po qështë që më shqetësu, që dhe kom më dridhen. Në kësi situate, prindërit shqetësohen për fëmijët. Jo, në të du me shkua, me rezikue. A ishën shqetësu fëmija sot? Po sigurisht si pa, po kjo është jënë normali, kjo është normali fare. Çka po bëjmë ne? Me gjithë zhurmën e madhe që u dëgjua këndej pari, drejtoresha e shkollës po thotë se mësimi u mbajt në rregull. Jemi munduar që ta mbajmë qetësimin brenda në shkollë, ja nuk din asgjë. Ne ju kemi thënë mësuesve që do të bini shi me ju thonë nxënësve, edhe prindët vini marrin. Edhe kur gjë tjetër, shkojnë në anën tjetër, kështu që fëmija nuk kanë pa kur gjë. Krejt këto shqetësime erdhën pasi që protestat që filloi në sheshin Skënderbeu u bardh pranë shkollës Fai Konica, derisa policia po tentonte të shpërndante protestuesit.